Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ashpër në një konferencë për mediat nga selia e Partisë Demokratike, duke dënuar deklaratat e kryeministrit Rama lidhur me pjesëmarrjen e qytetarëve nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut në protestat masive në Tiranë. Berisha i cilësoi të papranueshme çdo etiketim negativ ndaj shqiptarëve të Kosovës. Denoj me forcën më të madhe sulmet antikombëtare, anti-shqiptare, ndaj qytetarëve të Maqedonisë, Veriut dhe Kosovës dhe Malit të Zi, të cilët marrin pjesë në protestën kundër narkodiktatorit apo padrinos apo kreut të Meduzës. Për një kauzë të drejtë, ata luftojnë për një kauzë të drejtë, për lirinë dhe dinjitetin e qytetarëve shqiptar ndaj një kryehajduti të panjohur më parë në historinë tonë kombëtare. Berisha ngriti sërish dyshime për investimet në jug, teksa tha se për këto resorte nuk dihen blerësit dhe zhvilluesit. Ky është një skandal, sa kombëtar, aq ndërkombëtar. Nuk po nale mund të lexoj ato çfarë shkruajnë ata për te, për padrinon, por bëjnë thirrje institucioneve të zbatimit ligjit. Të mësipërme të hetojnë transaksionet e këtyre studiove për projektet e bëra me Edi Ramën dhe sultanatin e tij.